Mirë mbroma të bekuarit e Perëndis, mirë mbroma, lavdi Zotit. Ja ku jemi populli Zotit, lavdia I qof Perëndis ton për çdo gjë. Zoti është I mirë dhe mirësia e Tij vazhdon për jetë. Ju përshëndes kudo që jeni. Kudo që jeni, ju përshëndes Flora, bekimi I Zotit është mbi ty. Jo do të jetë, por është mbi ty. Sot është mbi ty. Në emrin e Jezusit. Mirëmbroma Daniela, mirëmbroma Bekim, lavdia I qof Zotit për çdo njërin prej jush. Mikela, mirëmbroma, mirë se erdhët, mirë se erdhe Ismete, mirë se erdhe të bekuarit e Perëndis. Marta, mirë se erdhe, mirë se erdhët. Zoti është I mirë, mirë se erdhe të bekuar. Dila, mirëmbroma, mirë se erdhe, mirë se erdhët. Lavdi Zotit. Maria, mirëmbroma, mirë se erdhe. Oriela, mirëmbroma, mirë se erdhe. Mirë se erdhe Vera, mirë se erdhe të bekuar. Mirëmbroma, ju përshëndes. Zoti është I mirë. Vera, mirëmbroma, mirë se erdhe. Roza, mirëmbroma, mirë se erdhe. Mirë se erdhe të bekuar. Gjithashtu Daniela. Mirëmbroma. Mirëmbroma Mahie, mirë se erdhe. Mirë se erdhe të bekuarit e Perëndis. Lavdi Zotit. Mirjana, mirëmbroma, mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Mikela, mirëmbroma, mirë se erdhe. Gjithashtu Marta. Nake, mirëmbroma, mirë se erdhe. Vjolca, mirëmbroma, mirë se erdhe. Pastore Ermira, mirëmbroma, mirë se erdhe. Mirë se erdhe Bekim, mirë se erdhet. Lavdi Zotit. Lavdi Zotit, lavdi Zotit, lavdi Zotit, lavdi Zotit, lavdi Zotit, lavdi Zotit I Jezus, lavdi Zotit ton të gjallë, lavdi Zotit ton të gjithë pushtetshëm, lavdi Jezus Krishtit, lavdi Jezusit për këtë kish kaq të bekuar, lavdi Zotit për këtë kish të bekuar, lavdia I qoftë Zotit ton, lavdi Jezus Krishtit. Zoti është I mirë dhe mirësia e Tij vazhdon për jetë. Zoti është I mirë dhe mirësia e Tij vazhdon për jetë. Zoti është I mirë. Lavdi Zotit, lavdi Zotit. Gjithashtu Enkela, mirë se erdhe. Mikela, mirë se erdhe. Gjithashtu o Bekim. Mirëmbroma. Margarita, mirëmbroma. Drita, mirëmbroma, mirë se erdhët. Mirë se erdhët të bekuar. Mirëmbroma. Miranda Shtufi, mirëmbroma. Fitore, mirëmbroma. Sherife, mirëmbroma. Mirëmbroma të bekuar. Mirëmbroma, Zoti është I mirë. Tereza, mirëmbroma. Sille në konferencë motor, sille në konferencë në datën 13 prill, vëllain tënd dhe Zoti do ta çliroj. Të gjithë I ka çliruar nga epilepsia që kanë ardhur. Të gjithë dhe Zoti do ta çliroj edhe vëllain tënd. Edhe vëllain tënd. Zoti do ta çliroj dhe do ta shëroj. Do ta çliroj sepse epilepsia është një frym. Edhe Zoti do ta çliroj. Fexhrie, mirëmbroma. Diana, mirëmbroma. Ike, mirëmbroma. Mirëmbroma të bekuar Konstantin, mirëmbroma. Mirëmbroma të bekuarit e Perëndis. Mirë se erdhët. Mirë se erdhët. Lavdi Zotit Miranda, lavdi Zotit. Thuaj, nëse ke kohë të hënave, ti je Bekim, lavdi Zotit. Amen, Margarita. Çdo gjë është e mundur. Bia e Zotit, mirëmbroma, mirë se erdhët. Mirë se erdhët të bekuarit e Perëndis. Mirë se erdhët. Nuk e di pse TikToku nuk mu hapka.
O provoj prap. Valjeta mirëmbroma, Edlira mirëmbroma, mirë se erdhët. Mirë se erdhët të bekuar. Mirë se erdhët. Po, lavdi Zotit. Jam dakord me Orielën 100%. Një 100%, lavdi Zotit. Në tërë kini pak durim, sa të lidhen pak me TikTokun, se nuk po na lidhet sot. Moj funksionon TikTokun në Shqipëri apo jo, se akoma nuk e di. E hoqena, na thoni pak. Pa më thoni pak, funksionon TikTokun në Shqipëri? Sikur thanë do ta heqim, po vjen erdhi prilli, nuk u bë gjë. Pa më thoni pak. Më thoni pak nëse e hoqen apo jo. Kush është në Shqipëri? E kanë mbyllur? Kur e mbyllën? Kur e mbyllën? Pra nuk e kanë mbyllur, është aty. Okej. Pra unë thash se e kanë mbyllur. E kanë mbyllur, thot Marta. Tani, kush është në Shqipëri? E kanë hequr, thot Valjeta. Okej. Tani e kanë hequr për të gjitha ata që janë në Shqipëri. Që e kanë hapur në Shqipëri. Kështu? Okej. E kanë hequr, okej. Lavdi Zotit. Nga njanë gëzojmë shumë. Lavdi Zotit. Lavdi Zotit. Mirëmbroma, Xhevaire, mirëmbroma, mirë se erdhi. Më Xhevi, na thuaj një çik të saktë, Xhevi. Ti je në mesin e Tiranës, na trego pak, është hequr TikToku apo jo? Shpejto. Na trego pak, ti që jenë ande nga qyteti? Klara mirëmbroma, Flora mirëmbroma, Lirie mirëmbroma, mirë se erdhët. Mirë se erdhët të bekuarit e Perëndis. Ju përshëndes kudo që jeni. E Xhevi se di fare për çfarë po flasim. Ta sqarojmë çik Xhevin neve, se Xhevi s'po na kthen përgjigje. Atëherë, pyetja ishte, a është mbyllur TikToku në Shqipëri apo jo? Kush na përgjigjet? Duam njërë të marrim një përgjigje për këtë pyetje. Mirjana mirëmbroma, Marku mirëmbroma, Emanuelo mirëmbroma, Emanuela Ambra mirëmbroma, mirëmbroma të bekuar. Atëherë Kela thot është hequr. Edhe Marta thot edhe është hequr. Përshëndetje, Juli mirëmbroma, mirë se erdhe. Ahmet mirëmbroma, mirë se erdhe. Mirë se erdhët. Okej, është mbyllur. Atëherë edhe autotapiceri thot po është mbyllur. Gotisgut thot jo, nuk është mbyllur. Pra, është mbyllur për të gjitha ta që janë në Shqipëri. Do më thënë, me sa kuptoj unë, funksionon me territore. A ju thash moj? A më dëgjonin çik? A ju thash pak më 1-2 ditë më përpara që janë demonët e territorit? Pikërisht kështu funksionojnë. Kështu mi motra ime jash kaq e thjesht mor vlla im, kaq e thjesht për ta kuptuar. Kështu funksionojnë edhe demonët e territorit. TikToku, kur ti futesh në Shqipëri, nuk punon. Kështu ishte edhe në Tajland. Kur ti vje në Tajland, nuk punon të TikToku. Edhe unë shtyp, pse? Sepse tani nuk e din e kanë liruar, po atëre ishte e blokuar vetëm për territorin e tyre.
Pra, kështu punojnë edhe demonët e territorit. Ata kanë fuqi të bllokojnë një pjesë të territorit. Pra, kanë fuqi të bllokojnë një pjesë të mendjes tënde, kanë fuqi të bllokojnë familjen tënde, shtëpinë tënde, kanë fuqi të bllokojnë zona të veçanta, por edhe vende dhe shtete të veçanta. Pra është mbyllur TikToku i atyre që kanë adresa shqiptare. Okej? Unë e kam hapur në Shqipëri faktikisht, edhe më duket se punon. E ka nequr, thot Xhevi. Okej, ata që janë në Shqipëri dhe që kanë adresa shqiptare. Okej, në rregull. Olta, mirëmbrëma, Isa, mirëmbrëma, mirëmbrëma Daniel, mirëmbrëma Mariana, mirëmbrëma të bekuar, ju përshëndes nga të treja portalet, ju përshëndes në TikTok, ju përshëndes në Facebook, ju përshëndes në Instagram. Kudo që jeni, kudo që ju ndodheni në shtëpitë tuaja, unë ju përshëndes nga shtëpia ime dhe jam kaq e lumtur që jam përsëri me ju live. Lavdia i qoftë Zotit, edhe faleminderit Zot për këtë ditë, faleminderit që je kaq i mirë me ne, faleminderit që je kaq i dashur, kaq plan mirës për ne Zot, dhe ne të adhurojmë ty. Faleminderit Zot, ne vim sot së pari të adhurojmë ty, të japim nderin dhe lavdin. Faleminderit Jezus për kryqin, faleminderit Jezus për gjakun tant, faleminderit Jezus që erdhe në mish njeriu, faleminderit që durove Zot i mishenj të izoloheshe në një mish njeriu. Faleminderit Jezus, faleminderit Zot që ti nuk erdhe në një shtëpi mbreti, që ne të thoshim ja po ai ishte si mbret, ai dhe në tokë ishte si mbret. Jo Zot, ti erdhe në mënyrën më të përullur, që asnjë nga ne mos të ketë asnjë arsye për të thonë që unë nuk mundem, sepse ti Zot mundet të bësh gjithçka në mish njeriu, duke ardhur si një qanq, duke lindur në një stall, duke ardhur në ato kushtet më të rënda që mund të ketë një njeri në këtë tokë. Dhe ti Zot i mishenj të ruajtë shenjtërinë, ruajtë bindjen dhe ne të adhurojmë. Faleminderit o Zot që çdo ditë ti na mëson bindjen tënde. Faleminderit që je i durueshëm me ne. Faleminderit për të dashurisë tënde Zot, ti na mbron, ti na ruan, ti na bekon. Faleminderit që çdo gjë Zot e mirë vjen prej teje. Ne të adhurojmë Jezus, ne të falenderojmë ty. Ne ngrejmë sot emrin tënd o Zot përmbi çdo emër. Ne të falenderojmë për emrin tënd të pushtetshëm. Ne të falenderojmë për emrin tënd plot autoritet. Ne të falenderojmë o Zot se në emrin tënd është bula qiellore. Në emrin tënd o Zot është çelësi qiellor. Në emrin tënd o Zot është shpëtimi. Në emrin tënd është fitoria. Në emrin tënd binden demonët. Në emrin tënd thyen burgjet. Në emrin tënd ndajmë prangat. Në emrin tënd o Zot i shenjtë ne lahemi. Në emrin tënd o Zot ne pastrohemi. Në emrin tënd o Zot ne ngrihemi nga lavdia në lavdi për hir të emrit tënd o Zot. Faleminderit për fuqinë e emrit tënd. Faleminderit për veprën tënde në kryq. Faleminderit që ti vdiqe o Zot dhe ti u ringjalle. Faleminderit për jetën e përjetshme. Faleminderit që na ke shkruar emrat tan me gjakun tan Zot në librin e jetës. Faleminderit Jezus, ti je Zoti dhe nuk ka Zot tjetër. Ne të adhurojmë ty, ne të falenderojmë ty në këtë natë o Zot dhe të themi lavdi, 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 lavdi. Le të jenë trompetat e qiellit të hapura, le të marrin trompetat ëngjëjt dhe le të thërrasin lavdi sot edhe në përjetësi. Lavdi emrit tënd, lavdi teje Jezus, lavdi, 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 lavdi. I shenjtë, i shenjtë, i shenjtë je ti. I shenjtë është Zoti ynë, i denjë ti o Zot. Faleminderit Jezus, faleminderit Jezus Krisht. Jezus Krisht, ne të adhurojmë. Faleminderit që ti e hape qiellin për ne. Faleminderit Zot që na lidhe me Atin. Faleminderit Zot që na bëre bi.
Faleminderit Zot që nuk na lë sklever. Faleminderit që na çlirove nga mallkimet e trashëguara. Faleminderit që na çlirove nga sëmundjet. Faleminderit që na çlirove nga magjit, nga mallkimet. Faleminderit që asnjë plan i të ligut nuk ka më autoritet mbi ne. Nuk funksionon mbi ne, sepse ti o Zot na ke bërë bi. Faleminderit që ke ngritur emrin tan si një flamur o Zot mbi kokat tona. Faleminderit Zot që ke shkruar emrin tan në çdo qeliz tonën. Faleminderit Zot që gjaku jon është i zvendësuar me gjakun tant o Zot, dhe në çdo vend tonën është gjak hyjnor i pafajshëm, sepse ti na i ke falur të gjitha mëkatet. Ne jemi të falur, ne jemi të shenjtë, sepse ti Zot hoqe gjakun e mallkimit dhe vure beslidhjen e re, gjakun e falshëm, gjaku që është i falur, që nuk ka asnjë padi. Faleminderit që jemi të falur Zot, faleminderit. Faleminderit Zot, askush nuk na padit, askush nuk ka fuqin të paditi emrat tan, askush nuk mund të shkruaj emrat tan e të na padis, askush, sepse ti ja ke hequr karriken paditësit. Faleminderit Zot që ti i ke bërë armiq tan, stol të këmbëve të tua, dhe ne të adhurojmë. O i shenjt, i shenjt, i shenjt, i shenjt, i denj, i denj, i denj e ti. O Zot, të adhurojmë, të falenderojmë. Populli jo të adhuron sot, populli jo të adhuron Zot, popullin që e bleve me gjakun tënd, popullin, vathën tënde Zot, vatha jote Zot që e ke rrethuar me zjarrin tënd, dhe armiku nuk mund të na prek, ujqrit nuk mund të na afrohen, sepse ti lufton për ne Zot. Faleminderit Zot i shenjtë që lufton për ne, faleminderit që bën luftrat tona, faleminderit Zot i shenjtë, të adhurojmë Jezus, 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 Zot mbi zotër, emër për mbi çdo emër. Faleminderit, faleminderit që vdekja nuk ka asnjë autoritet mbi ne. Vdekja shpirtërore nuk ka asnjë autoritet. Vdekja e parakoshme nuk ka asnjë autoritet. Faleminderit Zot, mallkimi nuk ka më asnjë autoritet. Faleminderit Zot që ti o Zot i more mallkimet tona, sëmundjet tona, magjit tona, çdo fjalë që i ligu ka thënë, çdo fjalë që i ligu ka shkruar, ti i dogje Zot në kryq për ne. Faleminderit o Zot për zjarrin tënd. Faleminderit Zot për fuqinë tënde. Faleminderit që ti je një Zot i gjallë. Faleminderit. O zjarri shenjtë i Perëndis, o zjarri shenjtë i Perëndis. Bjerë sot o Zot mbi këtë do. Bjerë sot o Perëndi mbi çdo zemër. Zjarri shenjtë i Perëndis. Le ta hapet qielli mbi çdo njërin që sot është live sot. Dhe Zot ti e di çfarë kanë në zemër populli jot. Ti e di o Zot se çfarë kanë në zemër o Zot populli jot. Kush është i sëmur Zot? Kush është është në dhimbje, kush është në depresion, kush është në braktisje, kush ndjehet i hedhur, kush është në fuqinë e magjisë, kush është në fuqinë e mallkimit. O Zot, zjarri shenjtë le të bjeri sot mbi ty kudo që ti je. Në emrin e Jezus Krishtit, në emrin e Jezus Krishtit, në emrin e Jezus Krishtit, në emrin e Jezus Krishtit. Le të hapet qielli tani mbi ty në emrin e Jezus Krishtit. Le të hapet qielli tani në ty në emrin e Jezusit, dhe çdo gjë e të ligut të largohet tani në emrin e Jezusit. Të largohet tani, dhe drita e Krishtit të mbushi ty tani në emrin e Jezusit. Tani në emrin e Jezus Krishtit, dhe çdo trishtim, çdo gjë që ka mbledhur i ligu dhe i ka bërë si gunga në zemrën tënde, i ka bërë si gunga në stomakun tënd, i ka bërë si gunga në grykën tënde, në emrin e Jezus Krishtit të shkrihen tani dhe të largohen nën prezencën e zjarrit të shenjtë. Në emrin e Jezusit, zjarri shenjtë i Perëndis brenda dhe jashtë teje, zjarri shenjtë i Perëndis në territorin ku ti je, zjarri shenjtë i Perëndis rreth e qark teje dhe çdo gjëje që ti e do. Zjarri shenjtë i Perëndis le të bjerë tani në emrin e Jezusit dhe le të djegi çdo dorë satanike, le të djegi çdo demon, le të djegi çdo mallkim në emrin e Jezusit, dhe në emrin e Jezusit unë shpall tani liri. Unë shpall tani çlirim në emrin e Jezusit. Unë shpall tani dhe gjitha planet e të ligut i të bëjnë hi për poshtë këmbëve të tua dhe të deklaroj
të lirë. O, zjarri shenjt le të bjerë. Le të bjerë zjarri shenjt tani. Le të bjerë zjarri shenjt tani. Në emrin e Jezusit, aty ku ti je, le të bjerë zjarri tani mbi ty. Në emrin e Jezusit dhe le të digjet çdo vepër e Satanit. Çdo gjë që është fshehur në fshehtësi dhe punon në fshehtësi kundër teje, le të digjet tani në emrin e Jezusit. Çdo komploti të ligut në trupin tënd që punon në fshehtësi, le të digjet tani në emrin e Jezusit. Le të marrin zjarr veprat e të ligut. Le të digjen tani në emrin e Jezusit dhe le të marrësh liri në emrin e Jezusit. Liri në emrin e Jezusit. Liri në emrin e Jezusit. Në emrin e Jezus Krishtit, në emrin e Jezus Krishtit. Haleluja, haleluja. Satani dhe punëtorët e tij le të demaskohen sot në emrin e Jezusit. Të gjithë punëtorët e Satanit në emrin e Jezusit le të demaskohen tani në emrin e Jezusit dhe të largohen nga territori jot. Në emrin e Jezusit, sepse Perëndia ka premtuar që nëpërmjet burratave të Krishtit ti je i shëruar. Nëpërmjet kryqit të Krishtit ti je i lirë nga çdo mallkim. Dhe prandaj unë deklaroj, ashtu si kryqi i Krishtit hapi qiellin e dytë që bekimi i Zotit të vijë mbi ty. Tani në emrin e Jezusit, fuqia e shërimit, fuqia e çlirimit, fuqia e jetës, le të bjerë tani që nga qielli dhe direkt në ty në emrin e Jezusit. Në emrin e Jezusit. Haleluja, 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 haleluja. Lavdi Zotit, lavdi Zotit, lavdi Zotit. Haleluja. E shpall jetën tënde tani të lirë. E shpall zemrën tënde tani të lirë. E shpall familjen tënde tani të lirë. E shpall çdo gjë që ti e do të lirë në emrin e Jezus Krishtit dhe pjesën tënde. Në emrin e Jezusit. Haleluja. Askush më të mos ndaloj bekimet e tua. Askush më nuk do të ketë fuqi të ndaj nga bekimet e Perëndis. Askush më nuk do të ketë fuqi të tërheqi jashtë rrethit të zjarrit ku Zoti të ka vënë dhe të mbron si një zjarr i fuqishëm. Lavdia i qoftë Zotit. Haleluja. Lavdia i takon Zotit ton Jezus, që është i gjallë, që jeton, që është aktiv, që nuk është një Zot guri që nuk lëviz, që nuk është një Zot i vdekur, por është plot me forcë, plot me fuqi dhe që është aktiv gjithmonë, lëviz duke pritur diçka nga goja jote, duke pritur që ti të thërrasësh Jezus, sepse emri Jezus organizon qiellin në ty. Në emrin e Jezusit dhe qielli është në ty. Emri Jezus dhe Zoti është brenda teje. Emri Jezus dhe ti kalon në anën tjetër. Emri Jezus dhe çdo demon i duhet të nënshtrohet dhe ti të ecësh mbi gjarprinj, mbi akrepa dhe asnjë gjë të mos të dëmtoj, thot fjala. Haleluja. Çou motra ime, çou vlla im dhe ec mbi gjarprinj dhe akrepa. Haleluja, mos ki frik. Merre emrin Jezus si një flamur. Merre emrin Jezus në gojën tënde dhe deklaro: Zoti është me mua. Jezusi është me ty. Jezusi është për ty. Ky emër përmbi çdo emër, ku të gjitha principatave ju duhet të nënshtrohen. Haleluja, haleluja. Kush është si ne? Kush është si ne? Kush është si ne? Kush është si ne? Kush e ka një emër që të hapi çdo derë? Kush e ka një emër që të thot si kodin e një banke, si kodin e një telefoni, si kode ku janë vënë gjithandej tani kode. Kurse ne kemi një kod që hap dyert e qiellit. Ne kemi një kod që thërrasim Jezus dhe gjithçka hapet. Gjithë portat, gjithë qielli, gjithë bekimi, gjithçka është në anën tonë për hir të emrit përmbi çdo emër. Fjala e Perëndis thotë që Jezus Krishti, Perëndia e ngriti dhe i dha një emër përmbi çdo emër. Përmbi çdo emër, nuk ka konkurrencë emri Jezus, nuk mund të kopjohet, nuk mund të bësh kopjo, si çdo makinë kopjohet, çdo kod kopjohet. Jezus Krishti nuk mund të kopjohet. Ai është një kod personal zemre. Dhe kur ti thërret Jezus, edhe ai
do të hapet qielli. Dhe kur ti thret Jezus, dhe rrugët do të hapen, detra do të çajnë dhe ti do të kalosh për hir të çfarë? Për hir të emrit Jezus. Për hir të emrit të Zotit ton të gjithëpushtetshëm, për hir të Krishtit Jezus. Ai është Zoti, ai është autoriteti dhe nuk ka Zot tjetër përveç Jezus Krishtit. Ne thrasim Jezus dhe gjithçka nënshtrohet. Ne thrasim Jezus dhe demonët bien në tokë. Ne thrasim Jezus dhe demonët therrasin. Nuk durojnë dot këtë emër, sepse ju duhet të ikin. Jezus, emër përmbi çdo emër, emër përmbi çdo emër. I madhërisëm është emri Jezus. Jezus, 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 Jezus mbi shtëpinë tënde, Jezus mbi jetën tënde, Jezus mbi fëmijët e tu, Jezus mbi punën tënde, Jezus në çdo qelisë të trupit tënd. Jezus në emrin e Jezusit, unë krej emrin e ti mbi ty sot në emrin e Jezusit. Dhe çdo plani të ligut falimentovi sot. Falimentovi sot. Sepse emri Jezus ne japim lafti. Emri të Jezus ne ngrem lart dhe qielli hapet. Është i detyruar të hapet. Sepse ne kemi kodin, ne kemi çelsin, ne kemi emrin Jezus. Dhe qielli i dytë është i detyruar të hapet. Haleluja! Dhe ne thrasim emrin Jezus dhe ne jemi në vendin shumë të shenjtë. Ne thrasim emrin Jezus dhe ne jemi në prezencën e shumë të shenjtit Perëndi. Ne thrasim emrin Jezus dhe tryeza është e shtruar. Haleluja! Më thoni, kush e ka një Zot si ne? Kush e ka një Zot si ne? Kush e ka? Askush, sepse s'ka Zot tjetër si Jezus Krishti. Nuk ka. Jezusi është Zot. Jezusi është mbret. Jezusi është ai autoriteti i qiellit dhe i tokës. Jezus dhe gjithçka fashitet. Çdo stuhi fashitet në emrin Jezus. Çdo rrebesh ndalon në emrin Jezus. Dhe unë dua të them ty sot, tani është koha jote, koha që të hapet mendja jote të kuptosh ti jeton në kohën e dur, motra ime dhe vlla im. Ti jeton në kohën e lavdis. Ti je krijuar, je vendosur pikërisht në këtë kohë që ti të kuptosh lavdinë e emrit Jezus, që ti të kuptosh si të veprosh, që ti të kuptosh e të thrasësh Jezus, jam këtu për ty. Jam këtu Jezus. Haleluja! Ka ardhur koha që ti të kuptosh je në vendin e dur, je në kohën e dur. Tani është koha jote. Është koha jote. Haleluja! Unë dua të them në Bibël shkruhet dhe thuhet që çdo gjë e ka një kohë. Nëse unë do ta gjeja tani është shkruar tek predikuesit, nuk e gjej tani, po e lë, po ja u them me gojë. Në Bibël tek predikuesit 3 është shkruar çdo gjë e ka një kohë. Edhe ndoshta deri tani ishte koha e qarjes për ty, ishte koha e sëmundjes, ishte koha e lëndimit, ishte koha ku ti ndjeshe gjithmonë si një bebi në besim. Gjithmonë ku ti mendoje që të gjithë e kishin luftën me ty, sepse ti ishe një bebi në besim dhe ti nuk ishe i rritur në frymë. Dhe tani është një kohë tjetër. Ndoshta ka qenë koha ku të gjithë nuk të vlerësonin. Ndoshta ka qenë koha ku ti gjithë të periudhë ke qenë pa dokumenta. Ndoshta ka qenë koha ku ti ke kërkuar borxhe, ke marrë lek për të ngrënë bukë. Ndoshta ka qenë koha për ty ku ti ke shtuar kreditet. Ndoshta ka qenë koha për ty ku megjithëse ti vije në kish, megjithëse ti lexoje fjalën, nuk ke pasur asnjëherë atë zjarrin e Perëndis që të kuptosh çdo të thot, të jesh i shpëtuar dhe të kesh gëzimin në Zotin. Çdo të thot, të jetosh me gëzimin e Zotit çdo ditë. Ndoshta ti këtë nuk e ke provuar. Dhe unë dua të them, tani është koha jote. Është koha e transformimit. Ti futesh sot në një epokë të re. Ti ke ardhur në kohën e dur tani. Është koha
jote. Çdo gjë e ka një kohë. E diti, Izraeli ishte në shkretëtir 40 vjet. Nuk ishte koha më përpara që ata të kalonin. Nuk ishte koha që ata të vinin në vendin e premtimit. E di, ata dolen me kaq gëzim nga Egjipti. E mundëm Egjiptin, e lam brapa, dolëm. Por, ata e panë që Egjiptasit prap po i ndishnin, ishin nën përndjekjen e armiqve të tyre. Dhe kur koha erdhi, Zoti nuk i çovi direkt tek deti i kuqet, u thoshte, pa kaloni detin e kuqore. Kaloni nga ana tjetër. Por koha nuk ishte. Erdhi koha kur armiku ja u bëri zemrat plot me frikë, që ata t'i dorëzoheshin 100% Perëndis. Dhe kur Zoti hapi detin, ata nuk than, ua, nuk kaloj se jam ra deti përsipër, ç'a do bëj pastaj? Jo, po s'kaloj unë, më mirë të vdes nga Egjiptasit se sa të kaloj përmes detit. Kështu do thoshin ata nëse deti do të ishte hapur më përpara se sa ishte koha. Po kur koha erdhi, kur armiku po afroi, dhe zemra e tyre ishte gati, sikur Zoti t'u thoshte dhe do kalonin nën tokë, ata do kalonin. Pse? Sepse zemra e tyre ishte bërë gati për atë mrekulli. Dhe erdhi momenti që koha erdhi dhe Zoti foli, deti u hap dhe populli kalovi dhe fjala thot, asnjë nuk ngeli në anën tjetër. Asnjë. E di pse? Sepse ishte koha. Nëse do ishte hapur deti më përpara, gjysma e popullit nuk do kalonte. Gjysma e popullit do thoshte, po i ke se jam mirë këtu shkret tjerë, ç'a duhet? Të më përpi deti? Po si besoj detit unë sigur ç'të bëhet. Po kur koha erdhi dhe zemra e tyre ishte plot besim që Zoti mundet të më shpëtoj nga armiku im. Ishte koha, motra ime. Ishte koha, vlla im, dhe ata kaluan përmes detit pa menduar që nga të dyja anët ishte ujë, pa menduar që mund të fundoste deti këtu, mund të na përpi. Jo, sepse zemra e tyre ishte gati. Ishte koha. Gjithmonë ka një kohë. Ishte koha, të dashur motra dhe vëllezër, ishte koha kur thuhet në fjalën e Biblës, në 1 Zanafilla 25, te Zanafilla 25, rreshti 24, thuhet, kur erdhi koha për të lindur, Rebeka lindi 2 binjak. Pra i duhej të vinte koha. I duhej të vinte koha. Është shkruar gjithashtu tek 4 Luka, tek Luka 1:57. Kur erdhi koha, lindi Elizabeta një djalë. Kur erdhi koha, ishte koha e dur që ajo ta linte në atë periudhë, sepse Zoti i kishte programuar kohët kur do të vinte Jezusi. Miq të dashur, Zoti nuk ecën kur pa një plan, asnjëherë. Edhe kur ty të duket sikur ç'a po bëhet me mua, gjërat s'po lëvizin, Zoti e ka kohën, frenat e kohës në dorë. Ai e ka kohën. Zoti lejovi të linte Gjoni vetëm 6 muaj më përpara se Jezusi. Pse? Pse duhet të priste Elisabeta kaq gjatë për të lindur Gjonin? Sepse Zoti kishte kohën e caktuar. E kishte kohën e caktuar. Kur erdhi koha, Gjoni lindi. Edhe Maria ngeli shtazan 6 muaj më vonë. Wow! Zoti e ka gjithmonë një plan, gjithmonë kohën e përkryer. Shikoje, kur erdhi koha, shkruar tek Luka 22:14, kur erdhi koha, Jezusi u ul për të ngrënë me apostujt. Është një kohë kur Zoti ulet në mesin e zemrave të bijve të tij. Ai ulet me ne, ai ha me ne, ne jemi plot e përplot në jetën tonë. Pse? Sepse Zoti është i ulur në tryez me ne. Është një periudhë bolleku, është një periudhë mirësie, është një periudhë ku asnjë gjë s'mungon, sepse është koha ku Zoti ulet me ty të haj. Haleluja!
Është koha tek Galatasve 4:4 është shkruar, kur erdhi plotësia e kohës, Perëndia dërgoi birin e tij, të lindur prej një gruare, të lindur në liq. Kur e solli Zoti? Kur erdhi koha. Erdhi koha, lindi Jezusi në kohën e dur. Shumë njerëz thonë, pse Jezusi nuk lindi më përpara? Pse nuk lindi më vonë? Ishte koha e përkryer, viti 00, që të numëroheshin pastaj vitet para Jezusit edhe pas Jezusit. Haleluja! Jezusi jonë e kthevi historinë. Zoti Jezus është Zoti ku thuhet ai lindi në vitin 0. Okej? Dhe pas Jezusit filloi të numërohet 1, 2, 3 dhe ne jemi tani në 2025 në epokën pas Krishtit. Haleluja! Sepse Zoti kishte tamam momentin e dur, kohën e dur, në vitin 0 që ai duhej të linte pikërisht në atë për ndryshimin. Ej, për ndryshimin e kohrave. Një kohë e ligjit të vjetër iku, fillovi një kohë e ligjit të ri. Koha e madhtimit iku, fillovi një kohë bekimi kush beson në Jezus Krishtin. Epoka e vjetër mbaroi, filloi një epokë e re në Krishtin Jezus. Filloi një jetë e re, një mundësi e re për njerëzit. Fillovi falja, çdo njeri ka të drejtën ti thot mëkatit shporu, sepse unë rivendosem nën autoritetin e Zotit. Jam i falur. Jezusi erdhi në kohën e dur 0 dhe hapi një epokë të re, epoka pas Krishtit. Epoka para Krishtit ishte mallkim, ndarje nga Zoti. Epoka pas Krishtit është bekim, është një epokë e re që çdo njeri që beson në Krishtin Jezus është i shpëtuar, ka jetën e përjetshme dhe është i falur. Ky është epoka e re me Krishtin Jezus. Dhe prandaj fjala thot që Jezusi lindi në kohën e dur. Lindi në vitin 0, sepse ai transformovi epokën e njerëzimit. Ai transformovi, solli një epokë të re. Ai lindi në kohën e dur. Ai nuk lindi në vitin 70, ai nuk lindi në vitin 150, ai nuk lindi, lindi pikërisht në vitin 0. Që epoka e re filloi me Krishtin. Haleluja, pra lindi në kohën e dur. Kur erdhi koha, Zoti tha, tani, viti 0, vitet do të fillojnë të numërohen nga lart. Deri në atë kohë janë numëruar vitet, për shembull 2000, 1199, 1899, e me radhë deri tek 0, dhe pastaj aty ku lindi Jezusi, fillovi epoka e re ku numërohej në plus. Dhe ne jemi në 2025. Ky është Zoti jon. Pra në kohën e dur, Jezusi transformoi epokën e njerëzimit. Transformoi atë historinë e qiellit të parë. Ne jemi qielli i parë, ne jetojmë në qiellin e parë. Dhe Zoti e transformovi. I tha kohës, tani është koha e dur, Jezusi të lind. Dhe 6 muaj më parë lindi ai që hapi rrugën e Jezusit. Pra të dashur, Zoti kishte një kohë dhe kjo kohë është gjithmonë e përkryer për Zotin. Gjithmonë. Mos harroni, fjala thot që në plotësinë e kohës Zoti nisi birin e vet. Në kohën e përkryer. Gjithashtu është shkruar që edhe për të vdekur Krishti vdiq në kohën e dur. Shikojeni tek Romakët 5:6 të shkruar, në fakt, kur ishim ende të pafuqishëm, Krishti vdiq në kohën, kush ma thot? Thuaj. Bravo, në kohën e dur. Krishti vdiq në kohën e dur për ne mëkatarët, për ne të pabesët, për ne që ishim kundër Zotit. Pra, të dashur, në kohën e dur lindi, në kohën e dur vdiq, në kohën e dur pas 3 ditësh, siç ai profetizoi. Pas 3 ditësh u ringjall. Okej? Dhe ashtu në kohën e dur ai do të kthehet, në kohën e dur do të kthehet, dhe në kohën e dur
të marrë autoritet mbi gjithçka. Të dashur, Zoti ka kohën e dur, asgjë ati nuk i shpëton. Shikojeni një qik, tek Titi 1, reshti 3 thuhet. Dhe në kohën e dur, ai e bëri të njohur fjalën e tij të predikimit. Pra ka një kohë dhe që ti e dëgjon predikimin. Nuk je rastësisht këtu. Asgjë nuk është rastësi. Ti nuk je rastësisht sot këtu. Ti nuk je rastësisht e kisha online. Ti nuk je rastësisht që po dëgjon Alketa Auer këtu. Ti nuk je rastësisht. Zoti ka një kohë. Dhe ti ke ardhur sot, jo se ti nuk kishe çfarë të bëje. Jo se ti nuk kishe mundësi ta kaloje kohën tënde diku tjetër të shikoje një filma, të gënjeje syt në budalliqet e satanita. Jo. Ti je këtu live sepse është koha jote. Është koha jote. Ti je këtu sepse Zoti do që ti të jesh këtu, sepse është koha jote. Prandaj apostulli Paul thot, në kohën e dur e bëri të njohur me fjalën e tij predikimin. Edhe predikimi im, edhe koha ime e ardhjes në gjuhën shqipe, Zoti kishte kohën e vet. Që unë të vi me predikimin që Zoti më ka dhenë, me vajosjen që ai më ka dhenë, që të flas në zemrën tënde, sepse tani është koha e predikimit. Është koha e hapjes së mendjes, është koha e hapjes së zemrës, është koha e jotje. Është koha e përkryer për ty. Është koha që Zoti e ka caktuar. Lavdia i qoftë Zotit. Dhe jo si dëgjojeni pak se si thot 1 Pjetri 5:6. Thot, përulluni pra në dorën e fuqishme të Perëndis, dhe ai do t'ju lartësoj. Kur? Kush ma thot, shpejt. Bravo, të gjithë e dini, në kohën e dur. Ai do t'ju lartësoj në kohën e dur, dhe ju jeni bindur kaq kohë. Ju keni qëndruar në Zotin. I ligu ju ka sjell kaq shumë prova, kaq shumë sulme, por ju nuk u larguat nga Perëndia. Ju qëndruat. Dhe fjala thot, është koha e ngritjes tuaj. Jo! Është koha e ngritjes tënde, është koha e fitores, është koha jote. Sepse ti u përule përpara Perëndis. Ti nuk u tërhoqe, kur i ligu u mundua të tërhoqte, të tërishte, ti nuk ike. Ti u përule përpara Perëndis dhe the, Zot, unë jam këtu për ty. Dhe Zoti thot, tani është koha e lartësisë tënde. Është koha që të lartësoj. Halleluja, wow, jam Zotit kaq falënderuese, këto janë vetëm zbulesa nga qielli. O Zot, të adhuroj, të falenderoj Zot që ti më ndërton dhe mua kaq shumë nga këto zbulesa, Zot. Faleminderit o Zot që sa herë që unë dua të bëj gati një gjë ti thua jo, thjesht do dalësh, unë jam ai që flas. O Zot, faleminderit, të dua. Jezus, të adhuroj, të falenderoj. Faleminderit Zot. Wow! Sot është koha. Sot është koha. Halleluja. Dhe fjala thot, në kohën e dur do të lartësoj. Dhe tani është koha e lartësisë për ty. Është koha e ngritjes. Ti durove për ndjekjet, ti durove sëmundjet, ti durove sulmet, thashe themet, ti durove goditjet me fjalë, goditjet me dhun nga njerë, ti durove çdo gjë që i ligu solli drejt teje. Ti u përule për para Zotit. Ti nuk zgjodhe të ikje, ti nuk zgjodhe të dështoje. Ti u përule për para Perëndis, ti the, Zot, unë ty të kam. Unë nuk kam nga vete, unë do qëndroj këtu në këmbët e tua, Zot, edhe ti dhe vetëm ti e zgjidhja ime. Dhe Zoti thot, ti e përulur në dorën e Perëndis dhe ai do të lartësoj dhe tani është koha. Jo! Jec! Tani është koha e lartësisë, është koha të ngritjes tënde, është koha ku gjithë koha e dhimbjes dhe e hedhjes e mundimit mbaroj. Zoti thot, është koha e lartësisë, është koha jote e lartësisë, është koha jote. Halleluja! Dhe është koha e shërimit. Edhe ai në Jeriko, ai verbri në Jeriko, sa kohë kishte që ishte i verbër. Ai priste ndonjë lëmosh, por ishte koha e shërimit të tij, sepse kishte kaq shumë rrugë në Jeriko. Pse Zoti duhet të kalonte pikërisht në atë rrugë? Sepse ishte koha e shërimit
për këtë të verbrin në Jeriko. Në Luka 18:35-43 është shkruar që u shërua një i verbër. Jezus i kaloi në atë rrugë, pse ishte koha e tij. Ishte një grua, ishte 12 vjet me një fluks gjaku. Ishte 12 vjet, por koha erdhi. Koha erdhi. Dhe Jezusi erdhi në qytetin e saj dhe ajo tha, unë do ta prek pak, e do shërohem. Dhe çfarë ndodhi? Ajo e preku, ajo besoi. Ajo e vuri besimin tek Jezusi. Ajo e preku rrobën dhe shërimi mori trup në trupin e saj. Ajo u shërua në moment. Gjaku që i rrithte ndaloi në moment, sepse ishte koha e fitores për te. Ajo tha, vetëm sa ta gjej Jezusin, vetëm sa ta prek, dhe unë do të shërohem. Dhe koha erdhi pas 12 vitesh. 12 vite. 12 vite. Dhe erdhi koha, një prekje bëri dhe mori shërimin, sepse erdhi koha. Ishte koha që ajo duhet të shërohej. Ishte koha për shërimin e saj. Ishte koha. Dhe ajo besoi dhe mori. Mos haro, ishte koha që Zoti shëroi të paralizuari. E keni parasysh? Ai shkoi në një qytet dhe u fut në një shtëpi. Erdhën 4 shok, sollën shokun e tyre. Edhe e zbritën nga çatia. Wow! Haleluja! Ishte koha e tij. Ishte koha e tij. Ai erdhi në kohën e dur, ai erdhi në momentin e dur. Dhe Jezusi i tha, mëkatet e tua janë falur. Çau, merre vigun tënd dhe hopa, ik në shtëpi. Ishte koha, ai nuk u mendua 2 herë. Zemra e tij ishte me kaq besim. Tha, ej shokët më zbritën këtu, mua më mjafton një fjalë nga Jezusi dhe unë do të ngrihem në këmbë. Dhe fjala që ati i dushe, profecia që ati i dushe, e vërteta që ati i dushe ishte, birë, mëkatet e tua të janë falur. Të janë falur. Dhe djalli i ran të gjitha prangat. Djalli ishte i detyruar ti të rishte thonjt nga jeta e tij. Djalli ishte i detyruar të përulej dhe të lironte birin e Perëndis, sepse ai u fal dhe ai mori vigun edhe iku, sepse ishte koha e shërimit të tij. Haleluja! Ishte koha e shërimit të atij burrit me dorën e thatë. Ishte koha që Jezusi të vinte aty e ti thoshte, drejtoje dorën. Ishte koha që Zoti donte ti ishte ligjin e së shtunës. Ishte koha që Zoti donte që dhe e shtuna të nderonte dhe lavdëronte Zotin. Ishte koha që të merrte lavdi Zoti edhe ditën e shtunë. Dhe ishte koha e shërimit të këtij burri. Pikërisht në ditën e shtunë, Zoti i kombinovi gjërat, që pikërisht ky me një dorë të thatë ti ishte në ditën e shtunë dhe Zoti ta shëronte për të thënë, ej bijtë e Perëndis, ju duhet të veproni në çdo ditë ti shërbeni Zotit. Haleluja! Dhe Zoti i dha në këtë moment të dur shërimin e dorës së tij. Dhe kështu u hoq dhe ligji të shtunës. E shikoni, çdo gjë është një plan, çdo gjë ka një kohë. Le të themi për atë burrin. E dini atë burrin që ishte ulur tek dera e tempullit? Sa një herë kishte kaluar Pietri atje dhe Gjoni? Pa më thoni një çik. Thuhet që çdo orë 3 ata shkonin luteshin në tempull. Sa herë kishin para të burrin e njinin të gjithë ato të paralizuarit që rrinte tek dera. Të gjithë e njinin. Po nuk ishte koha e tij. Nuk ishte koha e shërimit të tij. Nuk ishte. Erdhi koha e shërimit dhe Pali dhe Pietri dhe Gjoni kaluan dhe i than, ne ardh dhe argjend nuk kemi, po atë që kemi po ta japim, në emrin e Jezusit. Çau dhe ec. Ishte koha e tij dhe ai u çua dhe eci. Ishte koha dhe ai kërcente dhe ai hidhej, ai dha lavdi Zotit. Pse? Sepse ishte koha e shërimit të tij. Ishte koha. Haleluja. Ishte koha kur Pietri ringjalli Tabithën. E dini çfarë ata i than, i dërguan na berdh dhe i than, hajde sa më parë në qytetin ton. Ishte koha e ringjalljes për te. Nëse Pietri nuk do kishte shkuar, thoshte, do rri edhe një 4-5 ditë këtu, pastaj do vete, nuk ishte më koha. Por Pietri u bind. Ai shkoi dhe i tha Tabithas, "Çau Tabitha, nuk është koha jote tani. Ti ke akoma për të bërë." Dhe Tabitha u ringjall. Jo! Sepse ishte koha.
kishte ardhur koha që Zoti të tregonte vdekja nuk ka fuqi kur vjen pa autorizimin e Perëndis. Haleluja! Wow, sa shembuj unë dua t'ju jap që kur koha vjen, Zoti i hap të gjitha. Dhe unë dua të them ka ardhur koha jote. Ka ardhur koha në këtë konferencë. Është konferenca jote, është konferenca e shërimit tënd, është konferenca e çlirimit tënd në datën 13 prill tek Stella Resort në orën 10. Është koha jote. Thuaj zemrës tënde, mbushe zemrën tënde që sot edhe thuaj kjo konferencë është koha ime. Është koha ime, është momenti im, është shërimi im, është çlirimi im në këtë konferencë është koha ime. Është koha jote. Është koha e shërimit, është koha e çlirimit, është koha e një fillimi të ri për ty. Është koha jote motra ime, është koha jote vlla im. Është koha jote, mos e lejo më të ligun të gënjej. Është koha jote. Ishte një kohë kur Zoti ndalovi ujërat, sepse ishte koha që populli duhet të kalonte në anën tjetër. Josueu me arkën. E dini pse kaloi Josueu me arkën i pari? Sepse Zoti është Zoti i kohërave. Haleluja! Edhe Zoti tha, tani është koha. Këmba ime hyri në mes të lumit dhe lumi do të ndaloj. Prandaj unë dua të them që kur Zoti futet në jetën tënde, kur Zoti futet në jetën tënde, të dashur, çdo gjë ndryshon. Kur Zoti vjen në zemrën tënde, ti nuk je më i njëjti. Kur pushteti ti zbret në ty, ti nuk mund të jesh më i njëjti. Ti nuk mund të rish më në anën tjetër. Kur fuqia e Zotit është me ty, nuk mundesh ti të rish më sklav. Kur koha jote është, kur fuqia e Krishtit është e gjallë në ty, ti nuk mundesh më të thuash unë nuk kaloj në anën tjetër. Është koha jote. Ti nuk je më i njëjti, ti thua unë do kaloj në anën tjetër. Unë Perëndia e vuri këmbën dhe lumi ndaloi. Lumi u nda në dysh, sepse ishte koha e marrjes së territorit. Kur Zoti është prezent, ti nuk mund të jesh i njëjti. Ti nuk mund të jesh më i njëjti, ti nuk mund të jesh më i sëmur, ti nuk mund të jesh më sklavi, ti nuk mund të jesh më i demoralizuari, ti nuk mundesh më. Sepse kur Zoti vjen, hapet një rrugë e re. Kur Zoti vjen, çahet mali, hapet deti, ndahen lumenjt. Haleluja! Dhe ti kalon në anën tjetër. Ti do kalosh në anën tjetër, sepse arka e Zotit është futur tashmë në mesin e lumit. Është futur tashmë. Dhe ku është arka e Zotit, atje nuk të ngelet gjë tjetër përveç se thuash Zot. Zot të besoj ty. Zot të besoj ty. Dhe arka e Zotit ka zbritur që tani tek Stella Resort. Që tani ka mbushur gjithë sallën. Që tani është mbushur me shpirtin e Zotit. Dhe ti të thuash Zot, ja ku jam. Ja ku jam. Ja ku jam. Të kaloj në anën tjetër sepse është koha ime. Është koha jote. Është koha e kalimit në anën tjetër. Ishte koha. Dhe Elia mori mantelin, e radhi lumin, dhe lumi u ndal, dhe Elia dhe Eliseu kaluan në anën tjetër. Ishte koha. I erdhi koha Elias për të ikur. I erdhi koha dhe ujërat ju bindën. Koha erdhi dhe ai e la mantelin. Ishte koha e Eliseut. Dhe Eliseu e mori mantelin, i radhi ujërat dhe ujërat u ndan përsëri. Pra ishte koha. Dhe unë dua të them, është koha e ndërrimit. Është koha e zvendësimit të gjithë shkajet të ligut me mbretërinë e Perëndis në jetën tënde. Është koha e heqjes së sëmundjes dhe rivendosjes së shëndetit tënd. Është koha e heqjes së alkoolit, të varësive, të shkatrimit të familjes, të planeve të ligut
Dhe mbretëria e Perëndisë është koha të zbresi në martesën tënde, në shtëpinë tënde, në zemrën tënde, në jetën tënde. Është koha e lavdisë së Zotit. Jo, amen. Është koha e lavdisë së Krishtit. Është koha jote. Kjo është koha jote. Kjo është koha jote. Tashmë unë dua të them, ka ardhur koha jote. Koha e lavdisë së Krishtit në çdo drejtim të jetës tënde. Koha ku zemra jote mbushet vetëm me lavdinë e Zotit. Është ajo kohë ku Zoti e ka çuar zemrën tënde që asnjë kënaqësi mos të gjesh në asgjë tjetër të botës. Që ty asgjë mos ta mbush zemrën. Asgjë mos t'i jep kënaqësi. Është koha ku ti ja jep 100% zemrën Jezusit. 100% i beson atij jetën tënde. 100% i jep çdo drejtim të jetës tënde. Dhe Zoti thot, unë do të marr dhe do të sjell nga errësira, do të ngrej në dritë. Haleluja. Është koha e lavdisë së Zotit. Është koha jote. Është koha, tani është koha. Prandaj ti do shërohesh tani. Prandaj ti do të çlirohesh tani. Prandaj ti do ngrihesh në lavdi në financa. Do ngrihesh në vajosje. Nëse Zoti do të ta kishte dhënë më përpara vajosjen, zemra jote nuk ishte gati. Nëse Zoti do të kishte dhënë që në fillim sa i dhe zemrën Zotit, Zoti u fup një porcion të madh çlirimi dhe shërimi, ti nuk do dije të ecje me ato dhunti, ti nuk do dije, ti do kishe humbur vetë. Por tashmë është koha jote. Është koha e një vajosje të re, e një vajosje të jesh general në ushtrinë e Krishtit. Është koha e shërbesës. Është koha e vullnetit Perëndis. Është koha ta hapësh çdo derë që i ligu ta ka mbajtur bllokuar. Është koha jote. Është koha. Tani është koha e martesës. Tani është koha e të bërit prind. Tani është koha jote. Është koha jote. Një epokë e re tashmë ka filluar. Epoka me Krishtin. Fjala thot në kohët e fundit, do të derdhet kaq shumë nga Shpirti i Shenjtë në zemrat e bijve të Perëndis. Kaq shumë, dituri, zbulesa, do të flasin në gjuhë, do të kenë dhuntit, të gjitha dhuntit. Edhe është kjo koha jote. Ty nuk do thuash me, o bobo, shoqja ime flet në gjuhë, s'flas në gjuhë. Ajo ka dhuntit, unë si kam. Jo. Zoti po krijon ushtrinë e tij. Është koha e lavdisë, është koha jote. Është koha. Tani është koha. Thuajnë që është koha ime. Ti e di çfarë ligu të ka marrë peng në jetën tënde. Ti e di çfarë ligu ka bllokuar në jetën tënde. Unë nuk e di, ti e di. Atëherë, deklaroje, është koha e shërimit tim. Është koha e lirisë time. Është koha, nëse je beqar, është koha e martesës. Nëse zemra jote rreth për t'i shërbyer Zotit, është koha e shërbesës. Haleluja. Është koha e lirisë së familjes time. Është koha. Ka ardhur dhe tashmë është koha. Është koha jote. Është koha jote. Amen. Është koha e një vajosje të re. Është koha e një ngritje të re. Është koha e një shërbese të re. Është koha e një rruge të re. Është koha e një pune të re. Është koha e një mundësie të re.
është koha e faljes, është koha e shërimit, është koha e pajtimit me Zotin. A i takon Zotit ton një lavdi? A i takon Zotit ton të themi lavdi teje Jezus? Lavdi teje Jezus? O Zot, lavdi teje Jezus? Jezus! 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 Është koha e ringjalljes, është koha e rizgjimit, është koha e Krishtit, është koha e popullit shqipfolës, është koha jon. Është koha jon. Është koha e ecjes në lavdi. Është koha ku qielli është i hapur. Është koha e Krishtit. Deklaro pak. Është koha e Krishtit. Është koha ime. Është koha jote. Është koha jote. Faleminderit Jezus. Faleminderit Jezus. Faleminderit Jezus. Faleminderit Jezus. Faleminderit. Jezus. 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 Është koha jote. Është koha jote. Është koha jote. Është koha jote. Perdhja është e qarë. Çdo gjë që ishte bllokuar, tashmë është e hapur. Është koha jote. Vitet e tua nuk do numërohen më për së mbrapshmi. Që sot, vitet e tua do të numërohen për së mbari. Vitet e tua nuk do të numërohen më mbrapsh. Ti nuk do kthesh kur më mbrapsh. Tashmë, vitet e tua, wow, duart e mia janë bërë zjarr. Zjarr! Zjarr! Wow! Takë Jezus! Wow! Unë e lëshoj këtë zjarr tani, ku do që ju jeni në emrin e Jezus Krishtit. Unë lëshoj zjarrin e frymës, unë lëshoj zjarrin e shpirtit të shenjtë, tani mbi ju në emrin e Jezusit. Shërimi, çlirimi, fitoria, vajosja në ty tani në emrin e Jezusit. Në emrin e Jezus Krishtit. Shërim në emrin e Jezusit. Çliroj tani nga çdo burg. Nga çdo burg të çliroj tani në emrin e Jezusit. Në emrin e Jezusit. Le të thyen tani prangat. Le të shkrin tani në emrin e Jezus Krishtit burgjet. Le të shkrin çelsat e të ligut në duart e tua. Dhe çelsat e Perëndis të vinë në duart e tua tani në emrin e Jezusit. Dhe çdo gjë që i ligu ka marr, ja marrim mbrapsht në emrin e Jezusit. Unë shpall tani zjarr. Dhe është koha jote. Është koha jote. Është koha jote në emrin e Jezusit. Është koha jote. Është koha e liris, është koha e lavdis, dhe vitet e tua nuk do të numërohen më mbrapsh. Ti nuk do kthesh kur më mbrapsh. Që sot fillon koha me Krishtin. Koha me Krishtin për ty, dhe vitet e tua do të numërohen për së mbari. Dhe gjithmonë ti do të ngrihesh nga lavdia në lavdi. Çdo vit që do kaloj, më në lavdi do të ngrihesh, më në bekime do të ngrihesh, më në majtë të mali do të ngrihesh në emrin e Jezus Krishtit. Unë deklaroj që vitet do të numërohen tani për ty, për së larti, në emrin e Jezusit, dhe ligji Perëndis që thot do të çojë nga lavdia në lavdi, do të viret në funksion tani, në emrin e Jezusit, sepse është koha jote. Haleluja, është koha jote, është koha jote, është koha me Krishtin, është koha me Krishtin. Haleluja, është koha me Krishtin. O Zot, faleminderit. Haleluja,
Është koha me Krishtin. Është koha me Krishtin. Le të bëjmë një me Krishtin. Le të marrim gjakun dhe mishin e tij. Fjala thot që kur ne marrim gjakun dhe mishin e Krishtit, ne bëjmë një edhe në mish me të. Pra ne bëjmë një me të. Okej? Tek Luka 22, rreshti 19 dhe 20 është shkruar. Pastaj Jezusi, merreni bukën ju lutem, bëjeni gati. Haleluja. Merreni pak bukën dhe verën, bëjeni gati, gjakun dhe mishin e Krishtit. Wow. Sa më ka kënaqur Zoti. Wow! Jesus! Ich liebe dich. Ich liebe dich mit meinem ganzen Herzen, mit meinem ganzen Verstand. Ich liebe dich, Herr. Të dua sot. Të dua me gjithë mendjen time, me gjithë forcën time. Të duam sot. Ne e duam Zotin, ne e duam Jezusin. Ne thuajnë që unë e dua Jezusin. Djalli të gënjen kur thot ti nuk e do Zotin shumë, ti nuk i do njerëzit shumë, ti nuk e ke zemrën të mirë. Djalli gënjen. Ai është babai i gënjeshtrës. Ai është babai i gënjeshtrës. Edhe kur jemi në agjërim, buka dhe vera ka gjithmonë vend në agjërim. Bile kur agjëron, aq më shumë duhet ta marrësh. Gjaku dhe mishi Krishtit, ne bëhemi një me Krishtin. Pra të dashur, ne bëhemi një, prandaj vlen ta marrim. Haleluja! Haleluja! Zoti Jezus na dha jetë. Zoti Jezus i transformoi jetën tona. Sepse ai është i gjallë. Amen. I morët? I bët gati? Okej. Atëherë fjala thot tek Luka 22, rreshti 19 dhe 20. Edhe këtë edhe njerë, kur djalli thot, ti nuk i do njerëzit, ti nuk e ke zemrën të mirë, ti nuk e do Zotin shumë, ai gënjen. Gënjen, sepse fjala thot që djalli është ati i gënjeshtrës. Ai nuk di gjë tjetër përveç se të gënjej. Prandaj deklaroj me zë të lartë, unë e dua Jezusin, me gjithë zemrën time, me gjithë mendjen time, me gjithë fuqinë e jetës time, unë e dua Jezusin dhe unë i dua njerëzit, siç i donte Zoti, siç i do Zoti, unë i dua. Dhe kjo është e vërteta. Kjo është e vërteta. Jo mendimet nuk janë të tuat. Është Satani që përshpërit. Nuk janë të tuat. Okej? Jo t'ja është ajo që ti deklaron, unë e dua Jezusin. Thuajnë qik, unë e dua Jezusin. Amen. Unë e dua Jezusin. Unë e dua me gjithë mendjen time, me gjithë zemrën time, me gjithë forcën e jetës time. Unë e dua Jezusin. Amen. Dhe unë i dua njerëzit, siç i do Zoti. Amen. Dhe fjala thot, pastaj Jezusi mori bukën, falenderoj, Zot falemderit për bukën, falemderit Zot për që na jep të ham, dhe falemderit Zot për trupin e Krishtit. Dhe u dha dhe atyre duke thënë, ky është trupi im, që jepet për ju. Bëjeni këtë në përkujtimin tim. Dhe sot ne duam të kujtojmë që Jezusi vdiq në kryq për mëkatet tona. Ne duam sot të kujtojmë që Jezusi u kryqëzua me të vërtet në mish në kryq. Ne kujtojmë sot që për hir të kryqit ne jemi të falur. Ne kujtojmë sot që Jezusi erdhi në mish njeriu dhe ai vdiq për mëkatet tona. Ne kujtojmë sot që ai u godit dhe për shkak të burratave të tij ne jemi të shëruar. Dhe ne themi Zot, faleminderit.
Ne nuk e harrojmë, Zot, veprën tënde në kryq. Ne nuk e harrojmë. Ne të falenderojmë për veprën tënde në kryq. Amen. Amen. Le të marrim gjakun e Krishtit. Atëherë, unë marr gjithmonë një gotë me flamurin shqiptar për të thënë edhe Kosova, edhe Shqipëria, ne kemi një flamur. Pavarësisht se për t'i bërë qefin Evropës, botës, Kosova mori një flamur tjetër, por të gjithë ne që flasim shqip e dim që ne kemi një flamur. Me këtë flamur ne krenohemi. Me këtë flamur ne themi shqiptarët i përkasin Jezus Krishtit. Bibla shkrojti që Pastor Eli sot më tregovi edhe më dha një dëshmi ku më tha, vërtet më ngriti shumë zemrën kur tha që shumë vende në një konferencë ku ajo ishte të shtunën, shumë vende janë në botë, por nuk janë të shkruara në Bibël. Te Kromakët 15 rreshti 19 është shkruar në Bibël që pali ishte deri në Iliri dhe që e solli ungjillin me shenja dhe mrekulli. Dhe Iliria ishte që në majtë të Kosovës edhe deri poshtë në Ksamil. Pra të dashur, shqipfolësit, Iliria është një ndër vendet e pakta që është shkruar në Bibël. Sepse shqiptarët, shqipfolësit i përkasin Jezus Krishtit me një tradit mbi 2000 vjeçare. 2025 vjeçare. Ta zëm se Apostolli Pali erdhi në 2070-ën, në 70-ën, në 070, atëherë kemi gati 1900 vjet që i përkasim Krishtit. Prandaj, unë e marr me besim në një gotë të tillë, duke deklaruar populli shqip folës i përket Jezus Krishtit. I ka rrenjët në krishtëri. Çdo shqiptar, nuk e di se kush e ka thënë, vetëm pak ta gërvishtësh dhe del krishtërimi, sepse ne jemi të tillë. Dhe prandaj unë e marr në këtë flamur. Dhe fjala thot, po ashtu, pas darkës, mori kupën dhe tha, kjo kupë është beslidhja e re në gjakun tim, që derdhet për ju. Në emrin tënd Jezus, faleminderit për beslidhjen e re. Faleminderit Zot që çdo beslidhje e vjetër që kanë bërë prindrit tanë, që kanë bërë paraardhësit tanë, beslidhjet me të ligun, çdo beslidhje, çdo kontratë, çdo gjë ku janë shitur shpirtrat tanë, sot janë të skualifikuara. Ne jetojmë tashma dhe ngrejmë lart gjakun e beslidhjes tënde. Ne jemi në beslidhjen e gjakut tënd. Dhe të gjitha beslidhjet e vjetra le të digjen dhe shkatrohen dhe të shfuqizohen tani. Në emrin e Jezusit ne deklarojmë, sot jemi në beslidhjen e re. Në beslidhjen me gjakun e Krishtit Jezus. Amen. Dhe ne deklarojmë të gjithë bashk, shqipfolësit i përkasin Jezus Krishtit. I ka bler Jezus Krishti me gjakun e tij
që 2000 vjet më parë. Dhe në emrin e Jezusit, ne deklarojmë që gjaku i Krishtit mjafton për shpengimin e të gjithë shqipfolsve. Amen. Haleluja. Wow. Zoti na ka kënaqur shumë. Na ka kënaqur shumë. Lavdi Zotit. Dhe atë që ju thash, dua të lexoj dhe një rresht biblik. Tek Isaia 62, rreshti 3 thot: do të jesh një kuror e shkëlqyer në dorën e Zotit, një diadem mbretërore në dorën e Perëndis tënd. Ashtë koha jote. Është koha nga i hedhur, tani ti je i zgjedhur. Tashmë është koha që ti je si një kuror në dorën e Zotit. Zoti mburret me ty. Zoti krenohet me ty. Zoti krenohet me besnikërinë tënde. Zoti krenohet me qëndrueshmërinë tënde. Zoti krenohet me zemrën, se si ti ja ke hapur komplet zemrën Zotit. Zoti krenohet me atë që ti mendon, me atë që ti thua, me atë që ti bën. Zoti krenohet me ty. Zoti mburret me ty. Dhe ai ka të gjitha arsyet për të mburrur me ty. Haleluja! Haleluja! Zoti është i mirë. Dhe unë u bekoj në emrin e Jezus Krishtit dhe askush mos t'ju vjedhi fjalën e Perëndis. Askush mos t'ju vjedhi gëzimin e Perëndis. Askush mos t'ju vjedhi atë që Zoti ju ka dhënë, fitoren mbi djallin. Zoti ju ka dhënë fitoren dhe askush të mos ja u vjedh. Dhe njerë unë juftoj në 13 prill, në orën 10 tek Stella Resort. E jani, e shikoni lavdinë e Zotit. Dua t'ju them një dëshmi që mora të dielën, të shtunën, gjatë gjithë ditës, Zoti më sjell në mendje Ritën, atë profeten që më ka profetizuar mua atëre, gati Rita tha janë gati 19 vjet më përpara kur më kishte profetizuar. 18-19 vjet. Edhe gjatë gjithë të shtunës më ngeli në mendje Rita. Edhe thash, okay, po i telefonoj. Sa i telefonova, edhe Rita më thot, Alketa, të ftoj nesër të vish në konferencën që jemi duke bërë, sepse kemi një pastor shumë të bekuar nga Brazili. Thash Rita, edhe po mos doja të vija, Zoti ishte koha sot që Zoti të solli gjatë gjithë ditës në mendjen time. Pra është koha që unë duhet të vi në këtë konferencë. Edhe mos të dua të vi, Zoti e paracaktovi, sepse ndryshe nuk të sillte ty në mendjen time. Kështu ditën tjetër unë shkova dhe ishte vërtet shumë i bekuar. Shumë i bekuar. Dhe atje takova dhe një çift shqiptarësh dhe i bekoj në emrin e Jezusit që Zoti t'ja mbushi jetën plot e për plot dhe të kenë gëzimin në Zotin. Jam e sigurt për këtë që Zoti do ta bëj, sepse të gjithë ata që vinë tek Zoti, Zoti nuk i lë më kur më të dështojnë. Ata që vinë tek Krishti nuk ka dështim më për ata që duan Jezusin me gjithë zemër. Nuk ka dështim. Dhe kështu ai dha shumë profeci, por ne mua nuk ndalonte. Jo, nuk ndalonte. Më thot Rita mua, Alketa, mua dhe ty Zoti nuk na jep më profeci. Nuk na, sepse Zoti thot ju kam çuar tani në nivelin ku jeni, edhe vazhdoni me mua. Edhe i thash Ritës, Rita, ka gjithmonë nivele më të larta. Ka gjithmonë nivele më të larta, Rita. Unë vrapoj gjithmonë nga një lavdi në tjetrën.
Unë nuk them, o kjo shkalla këtu më mjafton, edhe do rri në kjo shkalla. Jo, Rita, jo. Unë nuk rri asnjëherë në një shkallë. Unë e di ka gjithmonë më shumë. Ka gjithmonë më shumë. Dhe unë më afrova atje para. Rita qëndronte mbrapa. Edhe i thash, no Rita, hajde para. Rita, jo, se më vjen turp. Thash, qa turpi ma? Okej. Ai i vinte duar gjithandej në mua çne, nuk i vinte sigur që të beshe. Mbarovi ajo konferenca, edhe thash me vete, do iki? Alketa, do ikësh? Në atë koha i po shkonte nga fundi i thashun, prit një qik. Unë jam si Jakobi, që pa marrë bekimin tim nuk ik. Edhe i thash, lutu për mua. Dhe ai u lut, edhe më tha, dua të them diçka. Unë nuk të njoh, por një gjë dua të them. Atë që Zoti ka nisur nëpërmjet teje, ti nuk e para koma asgjë. Sepse Zoti të ka rritur kaq shumë në vajosje. Të jep kaq shumë. Dhe atë që ai ka premtuar, do ta çojë në vend. Askush nuk mund të ndaloj këtë vepër që Perëndia ka bërë dhe po bën dhe do bëj me ty. Nuk ka asnjë fuqi, asnjë frymë religjozi, asnjë plani të ligut, dhe unë e shikoj qiellin të hapur dhe asnjë gjë nuk mund të pengoj vullnetin e Zotit nëpërmjet teje. Thash, wow! Lavdi Zotit! Po dhe amen, kështu të bëhet. Lavdia i qoftë Zotit Jezus. Dhe unë dua të them që ti s'ke para koma asgjë. Zoti tani fillon niveli jot. Tani fillon lavdia e Zotit. Tani është koha jote. Dhe kur vjen koha, po s'mbyll dot më njeri. I ligu mundohet me të na sjelli mendime dekurajuse, ai mundohet të na tërheqi nga vajosja, ai mundohet të na gënjej, por unë dua të them, gjithmonë ai do të dështoj. Ndoshta ti do të rrëzohesh një çik me mendimet e tua një ditë, ja 2 ditë, por ditën e tretë Zoti do të ngrej përsëri, sepse Zoti e ka kohën për ty. Ata që nuk e kanë kohën, ata që nuk qëndrojnë në Zotin, rrëzohen dhe nuk ngrihen më. Po kur Zoti ka një plan për ty, Zoti e ka një plan për ty. Zoti e ka kohën e tij për ty dhe kjo është koha jote. Dhe ti je në kohën tënde për të ngritur. Ti je në kohën tënde ku askush nuk mund ta bllokoj më. Nuk ka asnjë fuqi, asnjë autoritet, asnjë principat që të bllokoj kohën tënde. Tani është koha jote. E deklaroj këtë. Në emrin e Jezusit, kjo është koha jote. Ky është viti jot. Kjo është periudha jote. Është tashmë koha ku Zoti i ka hapur, engjëjt e Perëndis i kanë shtyr demonët nga një anë e qiellit dhe të tjerët nga ana tjetër, dhe qielli jot është i hapur, sepse është koha jote. Meditoni mbi këtë fjalë. Mendoni mbi këtë fjalë. Dëgjojeni nesër 2-3 herë, unë vetë do ta dëgjoj. Ju thash sa herë që unë nuk përgatit gjë dhe lë drejtimin e Zotit. Desha thash, o Zot, duhet të bëj gati fjalën për në konferencë. Por gjithmonë që kam bërë gati, një ditë para, Zoti mi ka fshirë. Nuk do thuash këtë fjalë. Prandaj, edhe sot është nga Perëndia gjithçka. Ashtu si që ishte sot në drek, edhe në drek jam magnitur me zbulesat që Zoti më dha. Me zbulesat që Zoti më dha, u takova me motrën time, edhe thash, wow! Çfarë Zoti më ka zbuluar? Dhe dua të them, medito mbi këtë fjalë. Medito që është koha jote. Mos i lër sytë e tu
që i ligu ti mbushi me botën, me video, me lajme, me shere, me thashe theme, mos e lejo të ligun të gënjej zemrën tënde. Meditim do të thot mbjellje. Meditim do të thot ti e mbjell në zemrën tënde. Prandaj mendo sot, nesër gjithë ditën. Dhe nëse do vish në konferencë, derisa të vish në konferencë, është koha ime. Është koha ime. Është koha e shërimit tim, është koha e çlirimit tim, është koha ime. Sepse është koha jote. Është koha jote. Dhe unë të le sot me këtë qiell të hapur. Qielli është i hapur. Dhe unë të le sot me qiellin komplet të hapur, sepse është koha jote. Askush nuk mund të bllokojë më dokumentat e tua. Askush më, ndoshta për të tjerët nuk bëhen dokumentat. Ndoshta për të tjerët thonë, s'ka shans ti që je në Gjermani se ka nxjerr këtë ligj Gjermani, ka nxjerr atë ligj. Ose ka nxjerr Italiani këtë ligj, apo për ty është qielli i hapur. Për ty është shtogja jotja. Për ty s'ka më asnjë blokad, asnjë më, sepse është koha jote. Dhe medito për cili këto deri në zemrën tënde. Mos e lejo mendjen tënde të mendoj asgjë tjetër sot, nesër, pas nesër, derisa ti ta dish. Është koha ime. Është koha ime. Meditoe, mos e lër mendjen tënde në asnjë drejtim tjetër, përveç se është koha ime. Qielli është i hapur për mua. Qielli është i hapur për mua. Është koha ime. Është koha jote. Wow, sa ngre dorën lart unë, me njerë dritë moj. Shikoni çik, sa ngre unë dorën lart, vjen drita. Wow, e marr në emrin e Jezusit Krishtit dhe ja u jap në emrin e Jezusit. E marr dhe e jap në emrin e Jezusit. Amen. Amen. Lavdi Zotit. Dhe faleminderit Zotit, të gjithë ju që jeni live, të gjithë si në Instagram, si në TikTok, si në Facebook, ju lutem mos harroni të na bëni like. Mos harroni të na ndiqni, sepse kjo është kisha që Zoti ka zgjedhur për këto kohë. Është koha jon. Është koha e ndërtimit e zbulesave. Asnjë nuk ka këto zbulesa. Nuk ka këto vajosje. Nuk ka këtë autoritet mbi frymrat demonike. Është koha e kësaj kishe, është koha sepse ne jemi zgjedhur për këtë gjë. Ne jemi zgjedhur për këtë kohë. Ne jemi përzgjedhur, është koha jon. Dhe kushdo që futet këtu, i transformohet jeta. Kushdo që futet e kjo kish, shkon nga lavdia në lavdi, sepse Zoti e ka kualifikuar këtë kish të jetë një e tillë e këtyre kohëve. Prandaj, bëu pjesë, bëj like, na ndiq që ti të ndërtohesh dhe bekimi i Zotit jetë i plot në ty. Kjo nuk është vetëm një kish, kjo është një shkollë, kjo është një hapje portash, kjo është një udhëheqës. Pra, është ajo që ty të duhet pikërisht në këtë fazë të jetës tënde. Është koha. Prandaj, bëni like, abononi faqen, që gjithmonë që ne jemi live. Dhe në Facebook ne jemi te kisha online Jezus Krishti është Zoti të gjithë shqipfolsve, që në orën 6:30 është pastor Niku me pastore Sarën. Në orën 7 është motër Shpresa. Në orën paradite, kur Zoti më udhëheq, jam unë, dhe nesër do jem unë në orën 10 ose 11, nuk e di tamam.
po në orën 10 ose 11. Dhe nëse ju do të futeni, nesër është Pastor Niku në darkë në orën 21, pra flas për Facebookun. Në orën 21 është Pastor Niku, në orën 24 është Leonora. Çdo orë 24 të natës, pra në orën 00 të natës, Leonora e fillon ditën me lutje, duke ju futur në ditë me bekime. Është kisha e Zotit, është një kishe gjallë, që Zoti po transformon kombin shqipfolës. Është koha. Dhe qëndro në korrentin e kësaj kohe. Qëndro në dritën e kësaj kohe. Futu në qendrën e saj. Që dhe ti të reflektosh. Ju përshëndes dhe në emrin e Jezus Krishtit ju bekoj që paqja e Perëndis të jetë në ju dhe kjo fjalë që u tha të mbillet në zemrën tuaj, të rritet në zemrën tuaj dhe ju ta dini që jeni duke jetuar në kohën e dur, jeni në momentin e dur dhe që tani është koha juaj. E bekoj këtë natë për ju, e bekoj këtë gjumë për ju, e bekoj shpinë tuaj, deklaroj mbrojtjen qiellore, deklaroj qiellin e hapur rreth e qark shtëpisë tuaj, deklaroj një zjarr të fuqishëm në emrin e Jezusit, dhe asnjë shigjete të ligut të mos e kaloj. Në emrin e Jezusit është koha juaj, është koha e Krishtit. Natën e mirë dhe shifemi nesër. Dhe më e shumta do shifemi çdo ditë nga një çik përveç të mërkurës, por live do të shifemi të dielën në 13 prill në orën 10 tek Stella Resort. Eja dhe shikoje Jezusin si Zot dhe shpëtimtar. Eja dhe shikoje, eja me një zemër të uritur. Moj Miranda, po ku ishe moj Miranda? Miranda thot, Alketa mos harro bukën dhe verën. Miranda, ti na harrove ne. Ne e bëm atë punë, po ne harrojmë ato. Ti nuk ishe, e shikon? Të kapëm në gabim, na ike ca ko. Lavdi Zotit. E kapëm Miranda thot mos harrosh bukën dhe verën. E kapëm në gabim që na kishte lënë, edhe u tani u kthye. Zoti ju bekoft. Mos harroni, është koha juaj. Natën e mirë. Natën e mirë dhe shifemi nesër paradite. Apo doni më mirë mbas dite. Paradite. Shifemi nesër paradite. Mirupafshim.